Vetëm ajo është aty. Ajo është për qenë aty se gjurna e morim qaf. A këtu është vetëm trupi i Vetëm trupi i nenës, i gruas. Ai është në morg. Atë se zem me goj fare, dhe vetëm ata njerëz që vinë aty thonë qeni, na i morim qaf, na i vrap. Po qa do të i vrisi ati që e vrap, sot i vrap. Ai nuk ka qenë fshati, ai nuk ka qenë burri keq, ne çuditemi se kanë qenë njerëz të qetë, njerëz punëtyre. Unë habitet si e beri te krima, nuk e di. Do të vrisë vetën, jo gruan, çuna. I lagë la majtë të s'ka shtim ledhi me. E tregoni mirë shumë mirë atë dia. Ata që nga në Nën Kalamet, po Nën Kalamet. Kanë ardhur fëmijët? Kanë ardhur të gjithë aty. Të gjithë ata që shqanë ato çunat edhe çu. Tani ata fëmijët do vinë tek nëna apo tek baba? Tek nëna, ç'a baba? Tu janë mbledhur që të gjithë. Baba fëmijët. Raca e gruas, raca e kësaj, që është vdekur aty. Edhe fëmijët janë gjithë aty. Gjithë aty edhe atë nuk e zën me gojë fare, vetëm ata që binë njerëzit duke qarë aty thonë që qeni na e mori, na e vrau. Domethënë baban e kanë abandonuar. Baban ande, po. Sa baba e kriminal. Po qysh u bë kriminal se ka qenë burr i mirë, nuk kishim. Nuk e di, nuk e besoj kur morën vesh dje. 80 vjeç ata shoh. Kur morën vesh dje u çuditën. E kisha një kontakt, e tritat e lokali, kemi pirë kafe, shkonin shumë burre grua. Para 25 vjetë e kam marrë trullin e burrit tim këtu, edhe hynim dhe dilnim dhe para. Kanë qenë shumë njerëz të mirë. Nuk e di se nga i erdhi. Në tjenojnë të i kam patru konflikte? Jo. Ajo herën e fundit i piu kafe tek mua, më tha pak do rritha se do ikin se kam burrin smur, kam shefikin smur. Nuk e di se nga i erdhi pse. Ku ka ardhur djali më i vogël? Djalin nuk e di se unë rri në punë. Fëmia e tyre i madh kush është? Arjani. Ai është në Greqi. Të gjithë fëmijët ajo i kanë në Greqi, në Angli ka një çunë dhe 3 vajzat i kanë në Greqi. Një vetëm ka në Shqipëri. Kishte kontakte të vazhdueshme me fëmijët? Po kishte ajo qante, për vajzën e madhe i qante, se kishte pa fëmijë dhe qante sa herë.